Po, fatkeqësisht edhe para 2-3 dite kur e diskutuam bashkë këtë çështje e quajtëm si problem kombëtar. Edhe sot po e ripërsëris që ky duhet të jetë një problem kombëtar edhe duhet mosa urgjente dhe reagime konkrete nga institucionet përkatëse, qoftë nga ministria, qoftë nga institucionet e sigurisë, policia e kështu me radhë, pra që ta ulmi numrin e aksidenteve. Fatkeqësisht numri i madh i etiketave që po bëhen ndëshkuese gjatë 24 orëve apo mbi 2000 etiketa në 24 orë që po na ndodhin, është një numër jashtëzakonisht i madh, por që nuk po ka efekt. Pra, po kemi një reagim të mangët të institucioneve të sigurisë në këtë rast, edhe që duhet marrim mosa konkrete në këtë aspekt për të reaguar dhe për të parandaluar numrin e madh të aksidenteve që po na ndodhin fatkeqësisht në vendin tonë. Edhe pse na në 24 orë kemi herën e 24 orësh ne kalum patëm mbi 2500 etiketa, prapë s'kena ulje. Pra, mosa tjera ndëshkuese, vendosja radarëve statik, mosat rreptate, aksioneve policore kështu me radhë, duhet të jenë më të thukta, në mënyrë që të kemi parandalim të aksidenteve apo spoku ulje, jo se do të kemi në zero gjithmonë, pra ulje të rasteve të aksidenteve rrugore. Dhe sa i përket institucioneve të rendit, a ka ndonjë tëmet policia në këtë fushë, pra, sepse ata e mbikëqyrin trafikun rrugor dhe aksidentet nuk po ndalen? Nuk isha thonë që ka tmet policia, por kisha thonë që tjena mas y hapur edhe na si përgjegjës të fushës edhe institucionet e sigurisë, policia, pra identifikimin e pikave të zeza. E kena diskutuar edhe më herët kur në vendin tonë duhet bëhet me urgjencë identifikimi i pikave të zeza. Pikat e zeza janë rastet kur në të njëjtin vend rrugor përsëriten aksidentet brenda 2 vjetë me 3 më shumë të vdekur, ai vend duhet të identifikohet si pikë zezë dhe duhet të intervenohet me urgjencë, qoftë në rrugën e rrugës, qoftë në zhverimin e akseve rrugore, qoftë sinjalizimin rrugore kështu me radhë. Pra na duhet me bëj identifikimin e pikave të zeza, duhet me bëj vendosjen, me rregullu ligjin për vendosjen e radarëve statik, edhe duhet kampanja vetëdijsuese sa më shumë. Duhet forcim absolutisht